hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me ha... Përshëndetje YouTube dhe mirë se erdhët. Ande mund të talësh me mua gjithë ditën e Perëndis. Sa e bukur jam bë. Kokma. Lere që jam bë shumë e bukur, po më refuzuan o njërë. A ju që më keni natë, shumë më keni mallkuar, më keni quar. Më keni bërë puna ato shumë. Nuk më morën. Pa hajde, unë bëra e bukur për qefin tim. Nuk më morën ata, unë vojta preva flokët, sa po isha të Heleni, të falla, të bejnë, të pa jo golca vetë në YouTube. Heleni është parukera që unë pres flokët, është greke, edhe goca e vetë vdiste për YouTube, mbaron dhe... Goca e Heleni? Po, goca e vetë ishte aty, erdi burri e saj, i tha kjo është një YouTuber e famshme në Shqipëri dhe unë isha, jo, nuk jam e famshme, po je bëde goca, ke 28.000 vëllër, sa shive, po jo më i dhe se nuk jam e famshme, thjesht e bëj për shef, edhe më pëlqen edhe kam vite, ti je shumë e famshme, më berin dhe foto me mua, nuk më jifte, thash, do të thash. Qa folë Gjermanisht? Gjermanisht. Ajo nuk fliste shumë mirë, se ikte në një shkollë greke këtu në Gjermani, se është ky që bën piu-piu, është që quhet blokazhi. Erdi dhe burja saj, i thënë dhe saj, më tha, mua nga jeti nga Shqipëria? Nga Shqipëria, apo nga Kosova, sepse kishte edhe shok nga Kosova, kishte edhe nga Shqipëria. Tha, po, kam më shumë nga Shqipëria. E di që është e njëjta, më tha, mua Shqipëria, Kosova, po unë kam më shumë shok nga Fieri, nga Lesha, shoku im i ngushtë është nga Berati, tha, edhe unë që thash, edhe unë e Berati jam, më thashura, më tha, mua, edhe po flisni me të terë, mu duk vetja. Unë kam një dëshirë shumë të madhe të mësoja greqisht, edhe tani, por edhe kur isha e vogël, sepse unë kam lindur atje. Kam lindur atje dhe më duket, sidomos kur thon fjalën Koricja, edhe mami më ka pas përdor shumë, Koricja është gocë. Koricja gocë? Po, edhe ai personi që më ka baftisur, që tani nuk jeton më, edhe sa fjalë të vogla që i mbaj mend, sepse 2 vjet jam kthyer në Shqipëri, por gjithmonë ka pas shumë dëshirë që ta mësoj. Di grubolla, anglisht, italisht. Jo, gjithmonë më ka... Nuk e di, ndoshta fakti që kam lindur, shumë njerëz mund të thonë, greke ose kështu gjërash, por jo. Unë jam një person që lidhem shumë me vendet ku jetoj, ose ku iki me pushime. Okej, historia është histori, problemet janë probleme, gjërat janë gjëra, por... Fakti që ke linda dhe ndjek shumë pak, po jo se... Po, e ndjej sikur, fundja fare atje ka marrë frymën e parë. Okej, ma sa... Thjesht ke një tip malli kështu, burse... Kam një lloj nostalgjie, do më thënë, do doja ta shikoja vendin ku kam lindur, edhe po diskutoja edhe me Rejan, edhe të vetme person që do doja ta vizitoja është mami dhe babi. Ti kja me mamin dhe babi në Kret, unë kam lind në Kret, në Anja, edhe ti kja me ata të dy dhe të më tregonin gjitha historitë e tyre. Babi ka jetuar e goxha vite, kurse mami ka jetuar 3, 4, 5 një gjeti, kurse papi 7. Edhe do doja shumë të më tregonin të historitë e tyre. I ka njërë se pas ka makinë mbrapa që do të futet e garazh di këtu. Edhe kështu. Garazh dhe shë. Edhe kështu njërës. Tani, këto janë flokët e mia të reja, më pëlqyen njerëz zakonisht shumë, me gjithë kujdesjen e saj më të madhe, ajo e goca vogël të ma bë qefin mo. Na të kanë dhënë dhe një ëmbëlsim për ty se i thash që do i takoj, Infatuated, I left the flowers at your doorstep.
heart is inflated. Just tell me what you wanna do, babe. Just say it. 'Cause baby, I could sell my soul, I could let it go and have you take it or take it away. I want you in my golden hour dream, everything between. 'Cause I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer, sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize, fantasize. Maybe it's now or never. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. No, I don't wanna miss your every single minute. But see, the problem is I can't admit it, loving you more till you notice. Baby, I'm wanting you more, so you know this. 'Cause baby, I could sell my soul, I could let it go and have you take it or take it away. I want you in my golden hour dream, everything between. 'Cause I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer, sugar. Si ka në palestër, si pjeshk, si erdha, si Robi Raur. Sot përveç se bëra palestër, bëra dhe sauna, sepse ne kemi të përfshirë në abonim edhe saunën, edhe unë kam 1 muaj që ikim palestër, dhe asnjëherë se kisha provuar saunën. Tani, do ju tregoj pse nuk e kisha provuar saunën, ku qëndron kompleksi im, ku qëndron ndrojtja ime. Sauna është nudo. Nuk e di a e keni dëgjuar, në shumë vende në Gjermani thonë që wellness janë nudo. Tekstur fraj quhen. Këtu do më thënë që nuk lejohet që të veshësh asnjë gjë. Krejt. Vetëm me peshqir. Tani, unë e kam shumë kompleks. Jo për format e trupit, jo për gjë, por se si nuk e di, më duket turp me dal lakurish në sy të tjerëve. Këto wellnessa që po them unë qendrat e spas janë të përbashkët dhe meshkuj dhe femra. Ne kemi një këtu afër që është shumë e mirë, rekomandohet shumë, ka çmime shumë të mira, isha gati unë ta pronotoja, vetëm kur lexoj thash, jo, nuk ndihem komode. Kurse këtu te palestra ime është vetëm me gocave. Pastaj, nëse vazhdon rrugën drejt brenda tek sauna, është e mbyllur, por nëse hap derën dhe vazhdon drejt, është një korridor, pastaj hyn prap, është meshkuj dhe femra bashkë. Pastaj është vetëm meshkuj. Domethënë jam me derë, por asnjëri nuk kalon se nuk është se ka kështu problemesh, por unë e kisha shumë kompleks të rria vetëm me peshqir, merr një peshqir, e lidh këtu dhe pastaj kur rri te sauna, e keni parasysh saunën, e shtrim peshqirin dhe rri sipër peshqirit atë që mos të kesh kontakt. Kjo ndodh sepse rrobat e tua nuk konsiderohen higjienike kur ti ersisin dhe vjen në temperatura aq të lartë sa e sauna dhe mund të lëshojnë baktere dhe mund të lëshojnë aroma që kuptohet që janë të pakëndshme ose mund të mos jenë higjienike nga të gjithë njerëzit. Kurse djersa dhe lëkura gjithmonë është diçka më e pastër duke qenë se është e trupit të njeriu, dhe nuk është diçka sintetike ose diçka e krijuar jo në natyrë. Edhe ky është justifikimin që ta japin, do të them pretendimin pse është nudo. Por unë e kam shumë turp, më vjen shumë zor, sidomos mbas dite që atje është full. Nuk e di nga më shkryuar ky komplekset e kur ikët e ginekologja, sidomos herën e fundit sa s'mëra pika, e kam femër, por kishte një praktikante që po e mësonte, edhe po e mësonte ndërkohë që unë isha në vizitë. Edhe o zoti më thash, lërë të vinë të tërë, hajde, u hap plasi. O sa në siklet jam djerë, o sa këshu, nuk di si t'ua shpjegoj. Ndoshta ka goca që më kuptojnë, ndoshta ka goca që thë, si me qa ka të tërë njësoj, jemi femra jemi gjitha në palestër. Gjitha ato goca dalin, nudo, ndërohen, bëhen, jo, unë jam e ndershme. Sa ku ndodh ndeshmëria këtu nuk e di, por nuk e di apo shpjegohem, a i keni dhe ju këtë kompleksin, ose ndoshta jam unë njeri i çuditshëm. Nuk besoj se e kam
pepeshës, nuk e vras mendja sa mund të dal me rroba banje gjithë ditën, nuk e kam problem fare, mund dal në plazh, mund dal piscina, mund dal kështu, por ideja nuk di t'ua shpjegoj. Gjithsesi, sot ishim vetëm 2 veta. Kam një muaj që i marr shapkat me kish që të eci në pjesën e wellnessit, edhe përshirë me vete, thash do e provoj sot, do e provoj nesër, do e provoj sot, do e provoj nesër atë saunën. Edhe sot u bëra mbar, tash hyra në banjo, unë ndë roba, të tërë ndërojnë aty kur sezonja këtu hyrë në banjo ndë roba, vetëm me atë pëshirë në ndej kështu. Dhash e mora, e ushtriva, por shumë e sikletshme, me vërtet. Edhe nuk e kuptoj pse e kemi kaq siklet, kurse njerëzit e tjerë ishin aq të lirë, shumë si po të përshtypje fare. Thjesht doja ta ndaja me ju, ndoshta ka ndonjë tjetër që ndihet si unë, ose ka ndonjë që të më thoj si ta heq këtë siklet, këtë turp. Nuk e di, diçka të më thoj edhe eksperiencat e tij se si është ndjerë, sidomos kur vetë vizitë te mjekut, shoqëri zoti deri tash më ka rënë femra të gjitha. Por edhe kur më bën mashkull ç'do bëj? Ta vizitojmë, se s'kam si e mos më vizito se ti e mashkull. Por kështu historia, prandaj jam kuqur, jam bërë kështu, edhe flokët më janë djersitur se ne ta bëra gati 20 minuta sauna, bëra ushtrime, bëra të tëra, edhe jam dobësuar. Shifeni barku ka ikur gati fare. Shumë në formë, ndiem shumë mirë, sot jam dhe në punë, se me vërtet më morën të e puna tjetër, por këtë punën që kam, se kam lënë, që s'ma dha mendje ta lija dhe këtë. Edhe pse shumë nga dhemur zemra, ndiem shumë e refuzuar nga përgjigjja ime negative, shumë fare, nuk e keni iden, isha e doja atë punën, e doja, sikur thoj ti do i ketë drejtoresh, por e doja, tash ajun, se tash s'më morën mua, tash njësoj si të teka maksi që s'më morën, edhe si ka as shopping të bëj me atje, s'më ngjit me ai dyqan. E keni bërë sa shpesh ikja në fillim, kurse tash i thash Andit, hajde, tash s'pëlqen ky dyqani më, thash ndiem refuzuar në shpirt. Kështu. Tani do bëj bukën, do bëj një gjell me mashurka, edhe një sallatë, bleva dhe bukur erdha. I'm on an island in your room. You're like the sky sand behind the blue. I'm thinking about you, and I'm thinking about you. All the things we could do if I was sober enough. And so you met my friend. This party's not that amazing. Your friends are skin and bones. She can never replace me. How your kiss looks kinda gross. Guess I'm acting crazy, but I can't hold it back. They don't know how it feels. I'm the best you'll never have. The best you'll never have. Next day, first I regret it. Had to find a cure for my headache. I went out walking with my pug. Saw my crush with his ex, oh my god. Now that it's over, I love my hangover. And nobody's here to mess up. I'm free. This party's not that amazing. Your friends are skin and bones. She can never replace me. How your kiss looks kinda gross. Guess I'm acting crazy, but I can't hold it back. They don't. O Andi, të ike të kjo puna që më pranoj, Ka që i kjo puna që... se vetëm kjo s'më ka refuzuar deri tani. Dëgjon 3 aplikime, 2 më ka refuzuar negative, vetëm kjo më ka dashur. Të ike të kjo puna ime, se si kam qenë mirë, nuk janë mirë gjërat kështu. I kam punë deri në darkë. Rregullova i qik flokët. Më shkojnë, burri më pëlqeu shumë kështu, e burri? I bëra dhe burri drekën shife shtëpia, ne bëra akullore, kam lënë atë gjërat bukura i thash Andi të rregulloj, edhe të ndej lavatriçen, të tjera t'i bëra unë, edhe i ka dhe në palestër, sauna, që gjitha. Një ditë super produktive kjo e sotshmja. Andi mund t'i kesh edhe ti të sauna.
No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta own onto your path. What feels right in your heart and your Të doha këtë mëngjesin që kam bërë, edhe do ike në palestër. Më pëlqeu palestra në mëngjes, kot presante deri në darkë, sepse në darkë jam shumë e lodhur dhe në mëngjes më jep shumë energji. Kam ca kohë që ha vetëm farakia dhe nuk ha tërshërë, se më duket sikur tërshëra nuk më ngop, më jep shumë uri. Kam uri shumë shpejt gjatë ditës, haj më shumë budalliqe, edhe duhet i futem seriozisht regjimit, edhe pse trupin nuk e kam keq, jam shumë energjike, jam shumë, po më duket sikur po më humbë ritmi edhe duhet ta nxitoj prapë ritmin, duhet ta kap ritmin. Edhe kështu ka qenë kjo dita, sot do jetë një fun day, do jetë një girly day, do hina palestra, do bëj ca ginger shots, sepse i kam gjërat aty, do bëj edhe një tavë me paltuxhan, do i lë gati këto dhe do i këtë dalë. Do i do pi një gjë jashtë, një çaj ose një kafe. Pastaj do sorollatëm në për dyqane, të vej ora 4 t'i marrë Andin, të vim bashkë me Andin. Më ka premtuar që do më çoj në një jazz club, ka kohë ky muhabet, po nuk e di a është në punë nesër, po që në punë nesër të shtunën nuk do më çoj se lodhet, edhe duhet i ke herët në punë, po që në punë do më çoj. Edhe neve kemi marrë për detyrë në javën tjetër që jemi këtë fundjavë të jemi babysitter. Nuk e di si të shkojmë, muhabet si të jemi ne të dy në krye të detyrës. I can't eat, I can't sleep no more. Haunted by your scent through every open door. Try to breathe, try to reach for you, but all I feel is hollow coming through. I can't hear anymore. You are all I'm waiting for. I am fading more and more. You are the part I can't let go. 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 Qef që thoni ju, thash do kemi girl night, do i kitëm për dyqane, të shoh gjëra të bukura, të pi kafe e piva. Por kur dola, nuk dile do të kisha as çadër, edhe Andi që më tha më parovat e berberi. Kjo është vidja e leshit të flokëve. 100 euro të dy kemi ardhuar për t'i prerë flokët në grup. Vajtëm pastaj deri tek dëmoja, edhe 30 euro që blejmë bojë t'i luajmë. Kjo është boja që unë përdor. Përdorja më para atë të Garniers, por sikur s'më pëlqen dhe aq shumë, sikur s'më jep atë shkëlqimin që duhet, por se kjo është perfekte. Pra që është me keratin brenda, jep një lloj glow, një lloj shkëlqimi shumë të bukur. Tani, pash një story sot, hajde çik buri. Pash një story sot online që thoshte fat është të jesh me të njëjtin person që je dashuruar në 2016-ën edhe ja akoma deri në 2026-ën. Dhe përveç asaj jam në fat sepse ai person nuk ta prish për asnjë gjë më po thot për ne 2013-s. Po edhe neve. Fushim edhe. Do të thënë, një i njëjti person që është në 2016-ën dhe je tani në 2026-ën. Nuk ta prish për asnjë gjë që do me ble. Dhe për televizim që i sa antin kështu skiq. Dhe përveç se nuk ta prish për asnjë gjë që do me ble, do të udhëtoj me ty. Dhe po mendoja, po e diti që jam me fatun. Po për story? Në Instagram. Ishe nevojë qifre këtë story ti që ta kuptoshe? Po gjë, thash. Po e diti që jam me fatun, thash.
Shifëni, ka marrë gjithë këtë shumë, thash. A histori të më thënë Po, më bëri të reflektoj një moment, tash jam mërzitur për atë punën, atje që më refuzuan. Pastaj thash, pritet të rriti mendjes. Amana për qa punë e ka hunë erë si thuti zëtë rruë. Edhe thash, po dini ju që jam me fatun, thash. Kam këtë stari të unë. Ka marrë këtë burën dhe që të më mbaj me lekë me punë pa punë. Vrasë me një murë punë. Po pra. Unë dhe kam për shpia. Po pra, unë e mora, bëra investimin tim, tamam, po. Po këpus frutet e investimit tim në 2013. Po, tamam. I kem bjell atë të Po, shqip. tash po i bjell. Një pak shë. Se po i shaka, po. Andi është ai personi që më shtyn mua të përshleg, dhe unë jam ai personi që shtyj Andin të përshleg. Po. Jo të po, jo si që të po. Si jo, ti çdo gjë që thua, më pëlqen kjo. Dhe unë të blije, e ta marrim. Po kërë ti blije, thot edhe ata zgjedhën diçka. Po që rëndësi ka unë? Jo, ka shumë në cikur të them se blije dhe merë dhe marrë. Kësaj. I them kësaj. Me më kësaj ti grusë, burë. Kësaj, po, asaj e ti A bërë. më sa bëj shumë atë si. Edhe përveç asaj morëm dhe diçka Ti dhe, ja, tjetër. kam këta dhe ti. Po këtë jeti. Përveç asaj morëm dhe diçka tjetër. Në lëshë aty. Sa shpiti, hoqë o burë. Andi, unë nuk e kuptoj si s'ka... Ne jemi, shumë i bëj, i keni pa do të shifte dy që gjasë për hynë këtë dera dhe gruja ndrohet direkt edhe i burë jo për shumë që si u ndrohet gruja që di që me të me që strejt të shpi. Unë në këtë rast jam ai person që ndrohem me sekundë, sa ju në shpi. Si kam pa që i pas kënë një personalizim. Po. Kur njetë nuk rrit, nuk mund të rrit, si që vi nga jashtë të rinë shpi. Kur? Nuk ka shansë. Kurse unë mund të rrit dhe 3 ditë. Fle. Unë vdes për gjinse. Mbaroj. Unë s'rrit atë. Ande nuk i do as gjinse të dali për jashtë, kurse unë gjinset i dua për hiking, për që të lëgje gjinsi, për mua është shumë i ratë që me fjetë gjumë, jo, se kam gjitha ato pijame, pëse ka njërën. Morëm edhe këto shocat, por nuk i morëm për shoca, i morëm për qelqet. Do them, dhe shoca do i pim. Do t'i pim, Po pam një goca aty, që mori 10 copa ajo, dhe pyeta të kasierën. Sa lej kushtojnë ato, dhe ajo. Tipike gjermane. Pse nga koka e mbaj mundu? Se maj të tha. Jo, Se thuesh. ish vajza s'nish shumë di kop, tha. Nuk e di këta pe kokës. Po pra, nuk e di këtë përmëndash është ideja. Po, nuk e tha... Po pra, pa e preu direkt. Po se di më grusë ka të bimja këtë. Pse le puni ja? 1,95 €. 1,95, 2 euro jo. Po 2 euro, mora 3 copë si ato. Edhe kështu mora dhe ma jam, se nese do bëj brumë, se thashe do vi uraganët. Do vi nivat e mi do t'i marrë mjesë për darë, të rritë dhe të flejnë. Nuk e di se si do jem unë, si një hallo, si një nuse gjagje. Sa e në vishit ato. Kur të rritë të shofim si do. Jo, si do jem unë kam qenë, unë jam dhe vazhdoj të jem, po si do jem të vinë të flejnë tek unë e kam fjallën. Ne vlerë se herë si këtu gjithmonë për shembull edhe kur duan ato makarona për shembull thotë euro 10 $, se këtu nërë si qa do t'i pyter si burger, thotë ai burger këtu nërë si. Këtë këtu nërë si qa duan. Po, qa kanë qef të hajnë ata i gatuj unë. Po. Ata duan të blozin, të bëjnë kohën. T'jem për mu. Fuzi vej pizza. Pizza duan ata. Jo, so po, mërda nesë duan pizza, kështu Po, thamë. pizza thanë edhe duan që t'i bëjnë me andin. Ti boj gati. Po, do bëjmë brumin gati, blendon në gjerat, t'i hajde pastaj edhe i Për ti bëjmë. gjaqeve që i hajmë. Po, bëjmë i marrë. Jo, t'i bëjmë bashkë. Hati me mbash. Kënaqen dhe ata t'i bëjmë. Shtu e T'i qeshin t'lozin. I bëjnë ja 2 gati unë t'i lënë furë, se mos. se po qeshe shumë dhe s'pona s'pajmë gjo fare. Edhe kështu ka qenë kjo javë. Unë kam zbuluar saunën edhe jam kënaqur. Kjo është edhe prapa dhe flokët me baluke dhe mendoj se më shkojnë shumë. Edhe kështu, këto kanë qenë Ditët tona. të reja të kësa javës. Në punë nuk më morëm, por varja, kemi atë që kemi. Më tha mami, më morë mami në telefon, tha mu, atë morën jo. Mos, më tha mu, i ke dhe taja puna tjetër, më tha mua. Jo me matër se ta jo si ka unë. E mirë të paske atë. Dhe ti që ati e vjetër ti për atë punën. Po ta më për bet një vit ashe. Aty lëvizën shumë edhe herë se është me gjinasht. Që punoj se vjetër. Kam një vit unë në Ka një vit. Dje më kanë komplimentuar shumë të punë edhe thash. Kisha nevoj këtë. Vërtet?
Shefat gjerman janë shumë të sjellshëm. Jo se janë meshkujt, po të femrat, se unë kam mashkull njëna shefat gjerman, por janë shumë të sjellshëm. Thonë që gjithkohës bravo, sa shpejt e bëre, sa mirë e bëre, sa kështu. Kurse ne Ballkani, përfshirë dhe shefat, do me thënë përgjegjësit turk, nuk e di pse jemi kështu. Nuk e di pse jemi. Nuk është se nuk janë të mirë, mos më kesh kuptoni, sepse gjithmonë të ndihmojnë shumë të ndërrosh tune, të ndihmojnë për çdo lloj gjëje që duhet. Domethënë, janë shumë të gjendshëm për gjëra që gjermanët nuk janë. Domethënë ajo thotë këtu është detyra ime, këtu mbaron. Kurse ne ballkanësit, përfshirë turqit, jemi shumë të gjendshëm për gjëra që nuk na takojnë të jemi të gjendshëm. Ne japim punë. Ne të dajmë po të morë. Do të shkojë në raport ti thotë shkojë. Hati drejtë të shqiponde, me uçu, me që korrekt, me morë robin me uçu ke filan, dhe ka aeroport. Do më thënë, ne... Ja bela vetës, pa pas bela. Ne marrim përsi për gjëra që nuk na takojnë, dhe jemi aq të vrazhët, kur flasim, thoj, ti jem shumë të rëndë, se kam edhe njerëz të tjerë që janë në Ballkani dhe kështu. Ne kemi zemrën e mirë, po kemi gojën, më. Qëndrimi pak për shumë. O, kemi një goj, o edhe imja. O dhe thartirë fare, nuk e ditë. Liman. Ore, thoj një fjalë të mirë, ata... Këtë gjë kam verë në re, më thonë jo të tjerët, se di që shumë për ju punojnë dhe me gjerman dhe me të huaj. Do shta këta të shplajnë të lajnë në lajka dhe në mbrapa, kush e di që ndodhë, po... Pura madhe fartë. Nese, sepse nuk janë të gjendshëm. As turnet s'kan qef të ndërrojnë, as i gjë nuk kanë qef të bëjnë, do më thënë të dalin në comfort zone i tyre, të ndihmojnë ty nuk e bëjnë. Nuk janë për këtë gjë. Pas një viti eksperiencë time në punë, me të tëra gati racën. Edhe, por, gojën e kanë mjalt. Osa mirë punove, bravo, andej, këndej. Kurse ne Ballkana, si o, në përse i shajmë, më vje puna vdesin, po nashme në i firmë që ki kështu të huj dhe ta lesh më orar dhe ti kësh... Ja shumë korrekt, po ja shumë korrekt. Se ke shqiptarë të huj, janë shumë... qajnë gjithë mua, kështu do. Janë shumë korrekt për qenë, po thash. Kemi edhe mjetë të qete vjetë të bjua falë. Unë mendoj se ne jemi shumë të gjendshëm. Do po thënë, kur të tanë, di hapim bela vetes pa që nevoja që ti hapim bela vetes. Do po thënë, mundohemi që ti ndihmojmë njerëzit me gjëra që edhe vjemi vetë në siklet, ta ndihmojmë atë tjetrin. E kështu po gjithsesi më komplimentuan di, më thanë bravo se bëra një punë që se kisha bë më para edhe bëj kasën për çdo gjë tash. Ja ka marrë dorën, tash që kërkoj unë t'i ki. E di pse du t'i ki? A puna që kam. Se kam uniform dhe nuk dua që të kem uniform. Kështë problemi ma që kena pas në gjithë të kohë në shpi. Po. Si të vesh outfitet, nuk ka ku t'i vesh. Ku është t'i shofi outfit? Edhe të më dëgjoj në një njeri aty të kjo qeka, hajde mere me lekë të mi shuaru. Alla këtë një, dikush dhe i punë, është se ka, dikush dhe outfitet se ka, tjeti që vesh outfitet të, po marrë roba të gjithë të vesh teja, du të vesh një uniforme të rrapë. Mere me lekë se mi shi mbaroja për. Problemi jo në kjo është. Po, ky është problemi jo. Njerët, qyst, kalofshim mirë, dhe shumë faleminderit që na ndoqët, ndoqët budalliqet e mia, hoqët streset e tuaja. Ikëm të mahet bukë se s'pom punon me as goja. Ciao!